Gjem, ti mohohet kjo e drejtë, që të marrë pjesë në lamtumirën e fundit në taj prindit të vetë? Sinqerisht, kjo do të thotë shumë, se unë kam brejtu vetë në shpirtin tim unë, ka zoti Kadri Veseli, zoti Haradina, Gjeshala, Maci Jakub, ne që në kam te kantor të familjes të jetim që do të thotë shumë. Por shumë e rëndë, që në atë dhomë, ku do të mshilet tëra në ora 5 apo në ora 9, sa mshilet në ora 9, mos ka bofsha, do të je vetëm me Zotin dhe me 4 mura të mrena. Do të shumë, se nuk e kiti kanë apë që të mushtan, që gjinën pranë teje. Edhe kështu në besoj, si kjo gjëgat ka bo një shkelje shumë të modhe, dhe humanitetin vetë nuk e ka përdor për të mirën e gjithë të burgosër ato, po ka përdor shumë për të keqe, jo për të mirë, që unë prapë e dënoj si akt, edhe besoj se kjo gjëgat, tipikën gjëgat sërve më shumë, i përket gjëgat sërve, apo gjëgat komuniste, mu të thëmë, që është duke bo një sjellës shumë të keqen dhe pjesëtarën të shqishën dorë të Kosovës. A mundet që specialja t'ja lejoj Hashim Thaqit vizitën në Kosovë kur është e pamja ose disa ditë ma vonë prej ditës të varrimit? Jo, unë nuk e besoj si mund të lejë për të pamja. Unë besoj se do të jetë një tjera që ka qenë në rasti jem edhe rasti zotit Kadri Veseli, Bacit Jakub edhe Gjeshalës. Kjo gjëgat mund të lejë mas 2 dite, zotit Thaqit që të vjen në Buruj të varri babës, kështu besoj gjëgat të bënë, që shka me promenere ma herët, dhe pikisht, dikun 8 në apo 9 besoj, si zotin Thaqit do të lejojnë që të vinë në Buruj të familja vete, dhe të shkon të varri babës, masi se të vërose dhe të kryet ceremonia mortore dhe të kryet e pamja. Kështu me ndesë, shtu ka ndodhë me neve, ka ndodhë pikisht me mu, me zotin Veseli, zotin Maci Jakub edhe Shalën. Pikrisht për zotrin Veseli, babai kishte ndruar jetë me 7 korrik, ndërsa ai e ka vizituar Kosovën me 11 korrik, ndërsa për zotrin Krasniqi, vllai vet ishte varrosur më 6 tetor, ndërsa vizita e tij në Kosovë ishte realizuar me datën 10 deri me 12 tetor. Po, shumë e vërtet, ashtu do të veprojmë, besoj se gjykata do të njëjtin si do ta bënë çu ka bënë për neve më herët. Mu baba më ka vdek në maj nëse se ka bëj, edhe më ka një mas 2 dite. Me 27 maj ka vdek baba, edhe unë kam marrë me 29 maj, edhe kam vizitu vetëm të varri, edhe në familje kam marrë, kam me 6 orë, edhe më shumë ju. Pse, qësh janë këto procedura, zoti Gucati, në gjykatën speciale? Pse nuk lejohet këto 3 ditet, ose ditën e varrimit, ose kur ka të pame, kur mërzia është ma e freskët në këtë rast? Unë gjithmonë përplas për ati konvertrimit tim që më ndodhë mu.